Duke patur parasysh situatën politike në Republikën e Maqedonisë së Veriut, pozitën e BDI, mendon se do të arrinin ato vota të mjaftueshme për ta përfunduar misionin tuaj, se lidhja dhe raporti që keni dhe me UÇK-n, fakti që kur organizua edhe protesta për UÇK në nder të UÇK-s në Shkup, ishit ndër organizatorët, keni qenë në Tiranë, keni qenë në Hag, keni qenë edhe në Prishtinë për proteste në nder të UÇK-s, do të shkoni apo do ta çoni misionin deri në fund? Besoj që po, pasi do ishte të mërshme, do të meroheshim të gjithë nëse deputetët shqiptarë nuk do e përkranin një rezolutë të tillë, e cila është shumë fisnike, në të cilën pretendohet që të sillet një verdikt i drejtë, i bazuar në të drejtën ndërkombëtare, profesionale. Edhe unë besoj që edhe deputetët Maqedonas do e votojnë, do e mbështesin këtë rezolutë, ose në qoftë se jo, të paktën të jenë të paanshëm, pasi rezolutat të tilla në parlament nuk miratohen me shumicë të kualifikuar, miratohen me shumicë të thjeshtë, dhe mjafton që të gjithë deputetët shqiptar ta përkrahen dhe ta mbështesin këtë rezolutë. Unë jam shumë i bindur që ajo do kalojë dhe do miratohet në parlamentin e Maqedonisë së Veriut. Do t'jetë BDI me disa prej eksponentëve të saj në protestën e datës 17 shkurt në Prishtinë në nder të ishkerëve të UÇK-s, aq më tepër në këtë betejë apo në ditët e fundit të betejës së tyre me drejtësinë? Sigurisht që po. Ne jemi dëshmitar alba se propozimi apo kërkesa e prokurorisë speciale në Hag ka krijuar, ka shkaktuar një indinjat, një shqetësim të jashtëzakonshëm në të gjitha qarqet politike dhe jo politike, si në Kosovë, ashtu edhe në Maqedoninë e Veriut, pasi kërkesa që për një dënim drakonik që ka kërkuar prokuroria speciale është krejtësisht e padrejtë, dhe kjo mund të shkaktojë edhe një problem shumë të madh në një rajon i cili po lëviz politikisht po lëviz në një teh të mpret si pasojë e gjithë asaj energjie negative të akumuluar me dekada të tëra, dhe besoj te drejtësia, por sigurisht që kjo kërkesë e prokurorisë ka shkaktuar një shqetësim, një indinjat të jashtëzakonshme si në Kosovë, ashtu edhe në Maqedoninë e Veriut. Po bisedohet gjithandej për një dënim të mundshëm të tillë sipas kërkesës së prokurorisë, dhe ne të gjithë mundohemi që të bëjmë më të mirën e mundshme që t'ua bëjmë të ditur qarqeve vendosëse të kësaj gjykate, se kjo nuk do jetë vetëm një vendim drejtësie, por do jetë një vendim politik i cili mund të shkaktojë shumë probleme për një rajon me një paqë të brisht, një rajon që ka ditur gjithmonë të jetë shkëndij për të ndezur zjarret e mëdha. Edhe ne do mundohemi të bëjmë më të mirën e mundshme që të japim zërin, të ngrejmë zërin ton kundër një padrejtësie të mundshme që mund të ndodhë nga verdikti i kësaj gjykate. Sigurisht që e gjithë struktura e Bashkimit Demokratik për Integrim do jetë në protestën e 17 shkurtit. Zoti Rexhepi, a duhet të shfrytëzohet ky momentum shumë i rëndësishëm për UÇK-n, për ishkrerët e UÇK-s për Kosovën, që për të ndasive që kemi, nëse jemi shqiptar, po e kemi disa ndasi, herë politika, herë elemente të tjera edhe na ndajnë, ta shfrytëzojmë për të bashkuar, për të qenë më unison edhe për çdo tentativë për destabilitet faktorit shqiptar në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në Maltëzi, të shfrytëzohet nga ne më së miri për të qenë bashkë në unison? Unë besoj që po. Ne si subjekt politik gjithmonë kemi bërë thirrje që këto temat e mëdha kombëtare të na bashkojnë dhe mos të kemi ndasi, të jemi të unifikuar rreth qëndrimeve tona, dhe sidomos lufta e Kosovës ka qenë një prej atyre e cila bashkoi të gjithë kombin dhe të jetë edhe në të ardhmen si një bashkues, si një unifikues i qëndrimeve tona, pasi sigurisht ishte një prej periudhave më të lavdishme të historisë tonë të mëvonshme, dhe kërkesa jonë gjithandej ka qenë që rreth këtyre temave të nxehta, rreth këtyre temave të rëndësishme historike, të jemi të unifikuar, sepse jemi dëshmitar të ndikimeve të jashtëzakonshme politike që vijnë nga subjektet e lindjes, nga fuqitë e lindjes. Jemi dëshmitar, sigurisht keni dëgjuar edhe ju,
nga përgjimet nga këto dokumentet e publikuara nga skandali i Epstein në Shtetet e Bashkuara, për çfarë ndikimesh politike bëhet fjalë në periudhën e kaluar në të gjitha institucionet më të larta evropiane nga shërbimet ruse, kineze, kështu me radhë, dhe ne duhet të jemi sigurisht ta kuptojmë rëndësinë e momentit që këto tema të na bashkojnë dhe historia të shkruhet ashtu siç ka qenë në të kaluarën, pasi lufta e Kosovës meriton që të ketë një vend të veçantë si një periudhë më e lavdishme e historisë tonë të mëvonshme.